Duke marrë shkas nga vetja ime, që jam shumë aktive, jam mësuar që gjithë kohës vrapoj, kam hasur dhe të rinj të tjerë dhe individ të tjerë të cilët kanë të njëjtën problematik. Janë shumë aktiv dhe kur vjen puna për të marrë me disiplina të cilat kërkojnë qetësi, kërkojnë përqendrim, e kanë të vështirë. Si mund t'ja bëjmë në të tilla raste? Po, është pyetje shumë e rëndë sepse i dëgjoj shpesh. Në fakt, ne jetojmë në një botë që na nxit vazhdimisht jemi me urgjencë. Çdo gjë me urgjencë. Edhe nëse ti praktikon yoga e zem 3 herë në javë për 1 orë, është një kohë shumë e kufizuar në krahasim me ndikimin e pjesës tjetër të jetës. Por një gjë që mund ta bësh para se të fillosh ushtrimet, është që të bësh pak shkundja, pak lëvizje dinamike, para se të ulesh që të bësh diçka pak më të ngadalt, pak më sinkron me frymarrjen. Sepse është e vërtet kur gjatë gjithë ditës je me vrap, do një farë kohë tranzicioni për të kaluar në qetësi. Më thënë, edhe për te kësaj është fakti që du të luftojmë njëkohësisht edhe për një botë që nuk na nxit kaq shumë që të jemi me urgjencë, një lloj politike, ekonomie që na lë edhe të kemi pak qetësi me veten. Por që në moment për zgjidhje praktike është shkundja, para se të kalosh në pjesën tjetër.